Prokuroria e posaçme SPAK ka firmosur 8 masa sigurimi për zyrtar që dyshohet se kanë abuzuar me tenderat në AKSH. Konkretisht, mes personave me urdhër arresti janë zyrtar dhe biznesmen që dyshohet se kanë përfituar tenderat. Kështu, për drejtoreshën e AKSH-it, Mirlinda Karçanaj dhe zëvendësen Hava Delibashi është caktuar masa arrest në shtëpi. Ndërsa për biznesmenët Ergjys Agasi dhe Ermal Beshiri janë caktuar masat arrest me burg, po ashtu në kuadër të operacionit të SPAK u caktua pezullim nga detyra dhe ndalim për të dalë jashtë vendit për Erion Ismaili, zëvendës drejtori i policisë së Tiranës. U caktua masa ndalimi për të dalë jashtë vendit për Andis Papa, Gëzim Hoxha, Roger Sëryta. Hetimet lidhen me 12 procedura tenderuese të AKSH-it, ku ka dyshimet se Mirlinda Karçanaj ka favorizuar kompanitë e Ermal Beshirit. Sipas burimeve, tenderat nën hetim nga SPAK kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e thesarit të shtetit dhe me administrimin e dosjeve gjyqësore. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.